Në Qendrën për Kulturë, në organizim të Komunës së Gostivarit dhe familjes Dehari, u mbajt mbledhje komemorative përnder të figurës dhe veprës së zonjës Safie Dehari, zërit të parë të gruas shqiptare në radio dhe simbolit të gruas së emancipuar dhe përparimtare shqiptare që ndëroi jetë para 10 ditëve. Mbledhja filloi me 1 minutë heshtje për të vijuar më pas me biografinë e së ndjerës, të cilën e lexoi aktori e njohur gostivarase Vjolca Baftiu Zylbehari. Në vitin 1976, Radio Gostivari i hap dyert për të, për shkak të zërit të saj të veçantë radiofonik dhe talentit të natyrshëm në komunikim. Safia dha kontribut të pashoq edhe në kulturë, në politikë, në jetën shoqërore, gjithmonë me theks të veçantë, në përkrahjen dhe emancipimin e gruas shqiptare në Maqedoni. Pra kontributi i saj ishte jetik edhe gjatë luftës së Kosovës. Me zemër të hapur dhe me përkushtim të rrallë, Safia dhe bashkëpunëtorët e saj ndihmuan mijëra refugjat në kampet e Çegranit dhe Sanakosit me ndihma humanitare, sociale dhe mjekësore. Pra, ky ishte një akt që do të kujtohet me nderim dhe me njohje. Zonja Safie kalon gjurmë në jetën e shumë njerëzve, të cilët sot, përveç dhimbjes nga ndarja, kishin për të shprehur edhe mirënjohje e dashuri pafund ndaj kujtimit për jetën dhe veprën e së ndjerës, ndërta edhe kryetari i Gostivarit Valbon Limani. Shpreh ngushtimet për të gjithë shoqërinë shqiptare, cila humbi një grua emancipuese, një profesioniste dhe një pionere të barazisë gjinore. Figura e saj do të ishte shumë e nevojshme në ditët e sotme, ku fatkeqësisht gruaja ende nuk është e përfaqësuar si duhet në shoqërinë tonë. Jam i sigurt se zonja Safia nuk e ka pasur të lehtë rrugtimin e saj, pavarësisht që zëri i saj melodik të bënte të besoj se gjithçka shkon perfekt. Unë uroj që shembulli i saj të frymëzojë brezat të tërë, sepse Zoti çon përshpërimat e tij, dhe e tillë ishte edhe zonja Safia. I përjetshëm qoftë kujtimi i saj, Safie Dehari tashmë është në një dimension tjetër, për këtu në botën tonë, ajo dhuroi gjithçka dhe ne do të jemi mirënjohës për gjithmonë. Sfidat, përpjekjet, përkushtimi dhe triumfet janë pjesë e jetës së njerëzve të mëdhenj, por të gjitha këto i shohin vetëm bashkëpunëtorët e afërt. E tillë ka qenë zonja Sebajete Zenku për zonjën Safie Dehari, një bashkëudhëtare në punë, në përkushtim dhe në qëllime të përbashkëta. Humbja jote kalon një boshllëk të pashoq, por trashëgimia jote është e pavdekshme. Ajo jeton në çdo vajzë që guxon të ngrej zërin, në çdo grua që ecën me kokën lart, në çdo hap të vogël drejt barazisë. Ne do të vazhdojmë rrugën që ti nuk mundet ta çojë deri në fund, sepse kauza jonë është më e madhe se ne dhe fryma jote do të jetë gjithmonë. Asnjë fjalë nuk mund ta përshkruajë plotësisht dhimbjen e humbjes së një nëne. Ajo është zemra e familjes, forca që mban gjithçka bashk, drita që nuk shuhet kurrë në kujtimet e fëmijëve të saj. Me fjalë që burojnë nga zemra para të pranishmive, në kujtim të nënës së vet doli djali, kujtim Dehari. Tani nuk durohem më nëna jonë. Shpirtit i bukur fluturoi në qiell në ditën më të bukur të motmotit. Deri ditën e fundit ishe e buzëqeshur dhe nuk u ankohe për asnjë moment. Tani për madhështinë dhe vlerat tua flasin vetë veprat e tua, njerëzit dhe portalet që shkruajnë në fjalë miradije për ty. Gjithë jetën tënde luftove që gruaja të zë pozitën e saj, të merituar në shoqëri. Luftove për shkollimin dhe idealet kombëtare. Ngrite zërin në kohët më të vështira, kur femra ishte marginalizuar dhe e shtypur. Njeriu nuk vdes kur jetojnë veprat e tij. Ti ke qenë dhe do ngelesh simbol i paposhtur i fuqisë femrore. Pjesë e mbledhjes komemorative ishte edhe një libër kujtimesh, fjalët e zemrës i evidentuan miqt e dashamirët e së ndjerës.